Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhëruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kënda uzon Allahu Azza wa Jall në rrugë të drejtë sa kush që devion, dhe kënda Allahu Subhanahu wa Ta'ala e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, s'ka kush që uzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik dhe mbi të gjithë ata që kanë pasur të vazhdojnë me pasu me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, në ligjëratën e fundit kena folur për Muhamedin alayhi salam, për vulën e pejgamberëve, krijesën më të dashur të Allahut Azza wa Jall. Dhe për të folur për figurën e Muhamedit alayhi salam na duhet një seri e ligjëratave. Mirë po, për shkak të temave me radhë duhet që t'i trajtojmë temat e tjera, nga se e konsideroj të përkufizuar në pika kryesore figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sot me lejen e Allahut Azza wa Jall kena me e trajtu një temë e cila është temë që ka sjell shumë polemika tek disa fraksione të muslimanëve. Kjo temë është Kurani, fjala e Allahut të madhëruar. Imam Tahaviu rahimahullah e ka cek në metnin e tij ku thot: besoj se Kurani është fjala e Allahut. Nga ai ka dalë fjalë e së cilës nuk i përcaktojmë formë specifike. Ja ka zbritur me shpallje të dërguarit të tij të fundit. Besimtarët e kanë miratu këtë fakt me vërtetësi dhe janë të bindur se Kurani është realisht fjala e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Pra nuk është e krijuar siç është fjala e njerëzve. Kush e dëgjon atë dhe pretendon se është fjala e njerëzve, ka bu kufër, ka mohu. Është i nënçmuar dhe i qortuar nga Allahu Azza wa Jall dhe e ka kërcënu Allahu Subhanahu wa Ta'ala që do ta fusë në xhehenem. Dhe pastaj Imam Tahaviu thot: jemi të bindur se ajo është fjala e krijuesit të njerëzve dhe nuk i përngjason as pak fjalës së njerëzve. Imam Tahaviu rahimahullah kur e ka cek një bazë të fesë islame, pra një bazë të fortë të fesë islame. Ndaj edhe ne si musliman, përpos asaj që e besojmë Allahun e madhëruar, e besojmë pejgamberin e fundit, i besojmë të gjithë pejgamberët, i besojmë të gjitha shpalljet e mëparshme dhe e besojmë librin e fundit të përkryer të Allahut Azza wa Jall, Kur'anin famlar të cilin ne sot e kemi në duart tona, në raftet tona. Mirë po, si ta konceptojmë këtë mrekulli që na sot e kemi në duart tona? Kur'ani është shpallja e Allahut Azza wa Jall. Është fjala e Allahut Subhanahu wa Ta'ala që ja ka shpall Gjibrilit alayhi salam. Gjibrili alayhi salam e ka kumtu shpalljen, Kur'anin, dhe e ka transmetu tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra ato të cilën e ka dëgju se pse Gjibrili alayhi salam është angjulli më i fuqishëm, është angjulli besnik dhe e ka transmetu tek besniku, tek pejgamberi alayhi salam. Dhe pejgamberi alayhi salam e ka dëgju shpalljen dhe e ka kumtu tek sahabët e tij. Sahabët e tij e kanë memorizuar shumica prej tyre. E mandej edhe e kanë shkruar. Edhe është ruajtur deri në ditët e sotme, të cilët na e kena në mushafat tonë. Pra fjala e Allahut Azza wa Jall është mrekulli në vete. Gjitha mrekullit kanë qenë për një kohë caktuar, kena thënë. Mirë po, mrekullia e Kur'anit është mrekulli e të cilët do të jetë deri në ditën e gjykimit. Dhe përveç se është mrekulli që është vetëm se fjala e Allahut, është mrekulli se margaritarët dhe frytet që nxirren prej tij janë të pashtershme. Pra në Kur'an është vetë mrekullia, nga se ka dalur prej Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Azza wa Jall në surën Az-Zumar ajetin e thot:
Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. Shpallja e librit është prej Allahut të gjithfuqishmit të urtit. Pra është shpallja e Allahut të lartësuar, i cili është i gjithfuqishëm të ruaj atë, i cili me urtësinë e tij e ka shpallur për njerëzimin si shpëtim, si paralajmërues, si qortues për njerëzit që me i thirr dhe me i largu prej errësirave të mosbesimit në dritën e besimit. Pra i ka thirrë në tauhid, në mënyrën e besimit të drejtë. Ndërsa në fjalën e Imam Tahaviut ku thot fjalë e së cilës nuk i përcaktojmë formë specifike. Autori e ka për qëllim se nuk e njohim ne formën reale të folurit të Allahut xhela xhelaluhu, por e dim dhe jemi të bindur se ai ka folur dhe vazhdon të flas me zë. Dhe u ka folur të dashurve të tij. Kujt ka dashur ai? Si për shembull i ka folur Musës alayhis salam. I ka folur Muhamedit alayhis salam kur e ka ngritur mbi 7 qiell. Dhe i ka folur Gjibrilit alayhis salam. Pra kujt të doj Allahu subhanahu wa taala i flet. Andaj edhe ka shumë argumente nga Kur'ani dhe Suneti të cilët na tregojnë për të folurit të Allahut azza wa jall. Për shembull është një ajet në surën Yasin, ajeti 58 ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Salamun qawlan min rabbir rahim." Selam dhe thënie e Zotit mëshirues. Pra u jep atyre Allahu i lartësuar selam. Në këtë ajet është një koment të cilit transmetohet nga Ibn Majah se pejgamberi alayhis salam ka thënë përderisa xhenetlit janë duke i shijuar mirësitë e tyre, para atyre shfaqet një dritë. Ata i ngrenë kokat lart dhe Allahu subhanahu wa taala u ishte shfaqur atyre lart. Dhe u thot: "Esselamu alejkum o banor të xhenetit." Pra ajo është fjala e Allahut azza wa jall në ajetin të cilën e ka potencuar Allahu subhanahu wa taala në surën Yasin, u tha selam, thënie e Zotit mëshirues. Pra Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë selam banorëve të xhenetit. Dhe vazhdon hadithi duke thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i shikon ata dhe ata shikojnë atë. Dhe përderisa ata janë duke shikuar Allahun azza wa jall, ata nuk e kthejnë kokën e tyre diku tjetër përveç se në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mbasi fshihet Allahu subhanahu wa taala, ata mbetën duke mos e pa mu Allahun subhanahu wa taala. Mirë po bereqeti i të shikuarit në Allahun e lartësuar dhe drita e tij mbeti në fytyrat e tyre dhe në shtëpitë e tyre. Pra ky argument nga Kur'ani dhe Suneti e tregojnë se Allahu subhanahu wa taala komu po, komu dëgju, Allahu i lartësuar. Një argument shtesë për ata që e mohojnë folurit e Allahut xhela xhelaluhu. Dhe ata janë në një dyshim të madh dhe ngjasojnë Allahun subhanahu wa taala me krijesat. Dhe thojnë ata nëse ai flasin edhe njerëzit. Mirë po Allahu subhanahu wa taala walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu nuk është i ngjashëm apo i krahasueshëm askënd. Lejse kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ai nuk është i ngjashëm askënd. Ai është gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Subhanallah. Masi ka treguar Allahu i lartësuar që nuk është i ngjashëm me krijesat e tina, në një herë ka përmend dy cilësi tina. Samiu, cili është gjithë dëgjues, basir dhe është gjithë shikues. Por këto dy cilësi edhe njerëz i kena. Mirë po dëgjuarit e Allahut dhe të shikuarit e Allahut azza wa jall nuk janë të ngjashme me të shikuarit dhe të krijesave, të shikuarit dhe dëgjuarit në të krijesat e tina. Andaj Allahu subhanahu wa taala është ai i cili flet dhe ju ka folur profetëve. Është ai i cili e ka shpallur Kur'anin si libër të fundit dhe Kur'ani është mrekullia e tij, fjala e tij, e të cilit sot ne e kemi në duart tona, e sa pak e vlerësojmë, dhe sa pak e lexojmë, e sa pak meditojmë, e sa pak praktikojmë. Allahu na uzoft, Allahu na boft me e lexu Kur'anin për çdo ditë, një ditë vlerën atina, edhe me jetësu atë në jetët tona
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.